Universi po zgjedh kujt do I jap shpërblimin. Vetëm 5 shenja do preken nga drita. Një rrymë e re dritash po përhapet sot nëpër univers, duke prekur vetëm ata që kanë besuar edhe kur gjithçka duke I humbur. Në këtë ditë të veçantë, shpërblimi hyjnor nuk vjen për ata që kanë kërkuar, por për ata që kanë duruar me zemër. Universi po hap një derë të padukshme për 5 shenja, duke u dhënë bekime, qartësi dhe drejtësi hyjnore. Nëse ndjen diçka ndryshe sot, një ndjenjë lehtësie, një frymë qetësie, kjo është shenja jote. Drita po të zgjedh. Mos e humb këtë moment. Demi, pas një periudhe lodhjeje dhe pritjeje, më në fund po hyn në një fazë shpërblimi. Universi ka parë çdo përpjekje tënde, edhe ato që I ke bërë në heshtje. Në punë, një sukses I vonuar më në fund materializohet, ndërsa një person që nuk e kishe menduar do të të ndihmojë. Në dashuri, energjia e sotme sjell qartësi, një ndjenjë e vjetër rikthehet, por këtë herë me qëllim të ri. Në financa, lajmet janë të mira dhe të lidhura me stabilitetin. Mos dyshon në mrekulli, sepse ajo që kishe kërkuar në heshtje po vjen drejt teje me dritë. Daforia. Kjo është dita kur ndjeshmëria jote shpërblehet me paqe. Universi po të çliron nga një barë emocionale që ke mbajtur gjatë. Në punë, një mundësi që e ke pritur rikthehet në mënyrë të papritur, duke të hapur një derë të re. Në dashuri, ndjenjat bëhen më të forta, dhe një person që e do vërtet shpirtin tënd mund të shfaqet sot. Në aspektin financiar, diçka e vogël, por domethënëse do të jap frymë të re. Sot mos kërko më përgjigje, ato po vijnë drejt teje si një shenjë që drita të ka zgjedhur. Peshorja. Shpërblimi yt vjen përmes qetësisë. Pas shumë përpjekjesh, ke arritur në një moment ku çdo gjë që ke bërë me mirësi po kthehet. Në punë, bashkëpunimet ecin më lehtë dhe dikush mund të jap një propozim interesant. Në dashuri, marrëdhëniet marrin frymë të re, komunikimi bëhet më I butë dhe më I vërtetë. Në aspektin financiar, një përmirësim I vogël, por I qëndrueshëm po afrohet. Universi të kujton, nuk ka nevojë të kërkosh aprovimin e të tjerëve, ti tashmë je në rrugën që drita ka zgjedhur për ty. Akrepi, shpirti yt ka kaluar prova dhe tani është koha e shpërblimit. Universi të sjell një mundësi për të rilindur në punë, në dashuri dhe në shpirt. Në punë, një lajm I papritur do të tregojë se durimi yt nuk ka qenë I kot. Në dashuri, një moment I sinqert do të sjell një lidhje më të thellë me dikë që e ke ndjerë si pasqyrën tënde shpirtërore. Në financa, gjërat stabilizohen dhe fillojnë të marrin formën që ke dëshiruar. Mos e mbaj dritën për vete, je thirrur për të ndarë energjinë që të është dhënë. Ujori, sot ndjen një qetësi që se ke ndjerë prej kohësh. Universi po të shpërblen për besimin dhe për dashurinë që ke dhënë pa kushte. Në punë, një projekt që duke I ndalur fillon të ecë përpara. Në dashuri, një person mund të afrohet me sinqeritet të plotë dhe do ta ndjesh se kjo lidhje ka ardhur për qëllim shpirtëror. Në aspektin financiar, stabiliteti po afrohet dhe do të ndjesh se gjithçka më në fund po ecën në drejtimin e duhur. Sot është dita kur Universi po të jep shpërblimin për durimin dhe dritën që ke mbajtur gjallë. Sot, energjia e dritës ka zbritur për të kujtuar se shpërblimet hyjnore nuk vijnë kur I kërkon, por kur je gati t'i pranosh. Nëse ndjen qetësi, lehtësi apo mall për dritën, është sepse Universi të ka përzgjedhur mes atyre që do ndjejnë ndryshimin. Shkruaj shenjën tënde në komente dhe thuaj: e pranoj shpërblimin që Universi ka për mua. Mos haro të abonohesh në Zëri I Universit, sepse çdo video është një mesazh që të çon më afër bekimit tënd.